Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi së bashku, këtë herë pak në një video më amatore, por doja ta trajtoj si gjë. Familja e Edit kanë reaguar për herë të parë, do me thënë pas ngjarjes që ndodhi natën e mbrëmshme në shtëpinë e Big Brotherit, ku Edi dhe Fjolla patën një zënkë të tyre dhe arritën deri në degradime të njëri tjetrit me fjalë shumë të ulta. Ka reaguar me njëherë në Instagramin e Edit para 3 orësh familja e tij. Familja e Edi Kuçit reagon lidhur me ngjarjen e ndodhur gjatë festës së organizuar brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosovës, me rastin e ditëlindjes së njërës nga banorët. Në fakt kjo pak po më tërheq vëmendjen, do me thënë familja e Edit në këtë rast Dolçen e quan njërën nga banorët, nuk e quan të dashurën të Edit. Gjatë kësaj feste, banorja Fjolla Morina ka përdorur gjuhë fyese dhe thellësisht denigruese, duke ju drejtuar Edi Kuçit me shprehje të papranueshme. Këto deklarata përbëjnë ofendim të rënd personal dhe shkelje të drejtë të dinjitetit njerëzor, pa asnjë provokim apo arsye të arsyeshme, thotë. Edi Kuçi ka zgjedhur të reagojë me kujdes dhe të ruajë përmbajtjen në respekt të natyrës së festës dhe për të shmangur për shkallëzimin e situatës. Kjo përmbajtje nuk duhet të interpretohet si pranueshmëri ndaj fyerjeve, por si akt dinjiteti dhe vetkontrolli. Familja e Edi Kuçit konsideron se me këtë sjellje janë shkelur qartë rregullat e sjelljes së formatit të Big Brotherit, si dhe standardet bazë të etikës televizive, të cilat ndalojnë gjuhën fyese, denigruese dhe sulmet personale. Në këtë drejtim kërkojmë që produksioni të trajtojë këtë rast me seriozitet dhe të marrë masa të përshtatshme në përputhje me rregulloren e formatit për të garantuar respektin, barazinë dhe dinjitetin e të gjithë banorëve. Ky reagim nuk ka qenë për qëllim konflikti, por vendosje në një standardi të qartë sjellje në një format publik me ndikim të gjerë shoqëror, me respekt të familja Kuçi. Në fakt, kjo ka qenë deklarata e familjarëve të Edit, të cilët duke që janë shumë të prekur me debatin që ka ndodhur natën e mbrëmshme në shtëpinë e Big Brotherit mes Edit edhe mes Fjolla Morinës, ku në fakt u tepruan pak fjalët që u folën. Si mendoni, do replikoj në këtë rast, do me thënë Big Brotheri kundër drejt Edit edhe Fjollës, apo thjesht do ta heshtën si muhabet?